Nga fillimi i viteve 70 e deri në fund të viteve 80, gjuhëtari Kolet Stopalli ishte në luftë të përhershme me indiferencën, zilin, paragjykimet dhe prapaskenat, që e pengonin në përpjekjet e tij të pandërprera për të botuar. Punonte ditë e natë mes sakrificash të pazakonta. Jetonte në kushte ilegaliteti në Tiranë, vetëm që të ishte pranë bibliotekës kombëtare dhe Institutit të Gjuhësisë, ku mund të studionte burime të shumta për tezat e tij gjuhësore, që pak nga pak po ktheheshin në studime të thelluara. Përpiqej mandej që këto studime t'i botonte në revistat gjuhësore, por gjithë terreni ishte i minuar. Nuk mund të shkelte askund, pa qenë në përgjim as survejim, pa qenë në ndikimin e zilive dhe bojkotimeve të vazhdueshme. Përpiqej vite me radhë për të botuar një artikull dhe merrte mbrapsht zhgënjime të panumërta. Pengesat ishin të shumta dhe të çdo lloji, por ai ishte i paepur në përkushtimin e tij. Ekzistonte një censurë e paimagjinueshme mbi gjithçka që ai dorëzonte për botim, siç dëshmohet përmes dorëshkrimeve që ruhen ende sot në studion e tij. Mes viteve 1972-1990, ai kishte shkruar mbi 100 shkrime dhe studime, por dritën e botimit e pan vetëm rreth 10 prej tyre. Kolet Stopalli e dinte mirë se shteti nuk do ta largonte censurën nga emri i tij, as presionet gjithfarshe. E priste këtë refuzim të gjithanshëm të 2 dekadave, por sërish nuk tërhiqej. Studionte dhe shkruante, sikur ta dinte se një ditë do të vinte koha e tij, duke krijuar kështu një bërtham të jashtëzakonshme studimesh, që pas viteve 90 do të ktheheshin në libra të botuar, e që do të linin shenjë të fortë në fushën e gjuhësisë. Nuk ka asnjë vepër të Kolet Stopallit deri në vitin 1991. Bile, edhe mbas vitit 1991, Koleci u shfaq në format pak politik, por gjithsesi puna e tij kryesore mbeti gjuhësia, angazhimet e tij dhe gjatë periudhës që flasim 91-97, profesor Kolet Stopalli ka marrë pjesë në të gjitha konferencat si brenda edhe jashtë vendit në lidhje me gjuhësinë, duke i dhënë një hovë të ri problemeve albanologjike edhe trajtimeve të problemeve të gjuhës në një dritë të re që ishte ajo drita e hapjes dhe e komunikimit me botën. Nga mesi i viteve 90 e deri ditën që u nda nga jeta, Kolet Stopalli nuk rreshti së punuari për të nxjerrë në dritën e botimeve të gjithë veprat e tij që flinin në sirtarët e projekteve që nga fundi i viteve 60. Gjithë konceptet, studimet, tezat dhe artikujt ishin në thelb bërthama të veprave që do të botoheshin njëra pas tjetrës përgjatë viteve të demokracisë. Koleci kishte punuar gjithë jetën për veprën e tij. Dhe pati këtë periudhën para pregaditore e pati të jashtëzakonshme, sepse punonte jo në një drejtim të caktuar, po punonte në disa drejtime të caktuar, kështu që veprat, ndërsa botohesh vepra e parë, ai kishte punime dhe si thuash shkrime që ishin edhe te vepra kishin para përgatitur veprën e dytë, veprën e tretë, edhe shumë vepra të tjera. Domethënë, kishte fragmente të gjitha punimeve të tij që do vinin më vonë, të mbledhura edhe siç janë këtu në dosjet në raftin e dorëshkrimeve të tij, domethënë ishin të gjitha ato fragmente punësh të cilat ai me zotësinë e një njeriu të përkushtuar arriti t'i bëjë bashkë edhe të krijoj një koncept të plot rreth gjuhësisë shqipe dhe janë me një seri veprash që afrohen ke 18 vepra.
punët e Kolesit janë punë të një kategorie të veçantë, janë koncepte, janë studime, janë konfrontime të ideve nga më të ndryshmet mbi gjuhën, mbi preardhjen, mbi etimologjinë, apo mbi theksin, apo mbi ndajfoljet, apo mbi të gjitha ato trajtat e formimit të një gjuhe në periudha historike të ndryshme. Një pjesë e veprave të Kolesit unë i kam përcjell edhe kur kam punuar me të, por më shumë i kam përcjell kur ai u shkëput nga punët zyrtare dhe u fut në punët e gjuhës shqipe me përkushtim të plot, domethënë me kohë të plot punoj për gjuhën shqipe. Jeta e tij prej njeriu i pa epur për të realizuar atë veprën e tij është dëshmia dëshmia e një figure të pa epur e cila në harkun e 30 viteve të pas diktaturës krijoi një vepër që askush nuk ka mundur ta realizojë në përmasën që e ka realizuar Koles Topalli, edhe pse angazhimit e tij nganjëherë duke sikur ishin politike, por në të vërtetë ato ishin angazhime prej një shkencëtari që u përpoq që edhe në rrafshet politike të ishte një figurë që i bënte dritë të gjithë atyre të cilët ishin rreth tij dhe që kanë patur rast të komunikojnë ose të jenë nxënës të tij. Njohja është e hershme se unë Koles Topallin e kam njohur kur i kisha profesor Koles Topallin. Domethënë në vit të 4 të fakultetit Koleci ka qenë pedagog i bashkë me Sejt Macakun, ka qenë pedagog dhe mi të gjuhësisë historike dhe të fonetikës historike të gjuhës, që është disiplina e Kolecit. Deshi fati që unë fillova punë 2-3 vite më vonë, 2 vite më vonë në Institut Gjusisë, edhe deshi fati që t'isha pikërisht me zyrë ballë për ballë me Kolecin, në katin e dytë, të ati që sot është Instituti Antropologjisë, aty te rruga Naim Frashëri, aty kemi qenë. Edhe Koleci kishte një qelë të vogël, po i quaj qelë sepse ashtu e thonim në dashni, edhe ajo ishte zyra e tij, që e maj mend si sot, që ishte plot me, i kishte bërë skedat vetë, se atëherë nuk është se kishte, jam të folë për 2001-shin, pra nuk është se çdo gjë ti mund ta ruje në kompjuter, në skedat, në falet e tua, dhe Koleci kishte një mënyrën më të pazakontë që unë i thoja ai si Gustav Mahleri, kishte mënyrën më të pazakontë të bërit skeda. Koleci kishte gjithë sasir të art të mëdhej, që i mbante gjithmonë mbi tavolinë, dhe çdo element që vinte në voli ose në dobi të një fjale që ai mundohej me zbërthyer në pamje etimologjike, po jo vetëm, se nuk ka punu vetëm si etimolog. Koleci ka mbledh çdo element të jashtëm të fjalës për të mbrit te thelbi pastaj saj, pra histori, gojdhëna, lidhje, çerdhe, gjithë më radhë. Ai kishte gjithë ca letra të holla, kështu si letra ajrore, dhe i krijonte skedat me mbështjellje. Dhe i vinte nga një emër sipër, dhe mbaj mend dhe tani se ma tregoi këtë metodë, në kushtet kur ti s'kishe foldera kompjuterike me vete, ishte metoda më e bukur që kisha pa. Nuk ja kisha pa kujt, me të thënë drejtën, që të krijoje kartela materiale, që më pas do ishin fix kartelat virtuale. Edhe mbaj mend që fjala që më nxori për të ma treguar ishte edhe fjala, një shembull se si mblidhte, se si skedonte, ishte fjala me cilën dhe po merri dhe që më pas e zhdrivilloi, që është fjala kem, që është fjalë burimore shqipe për të thënë timjan. Kemi që tundet kemtore, no? Timjanica që tundet në kish në momentin e eukaristisë të meshës për të largu qoftë largun nga një ambient i shenjtë. Edhe që atë po gjurmonte dhe ja doli mban me i dhënë një, jo se kishte në i garë, me vetëm, që fjalët të ishin domosdoshmërisht burimore, po ku mund të arrijete fjala burimore, Koleci nuk usej. Libri i parë dhe që e futi profesor Kolecin në raportin me kompjuterin është theksin gjuhën shqipe. Duhet ta theksoj edhe një fakt që kompjuteri ka qenë për profesor Kolecin një ndihmë e jashtëzakonshme, sepse arrinte t'i korrigjonte deri në 10 herë ato librat e tij dhe nga pikpamja si thuash e korrekturës, profesori ka qenë vetë autor, redaktor dhe korrektor i veprës tij.
me një skrupulozitet, se keni parasysh që gërmat e trajtimit në librat e Kolesit janë gërma nga gjitha gjuhët e botës, duke filluar nga arabishtja, nga gjuhët slave, nga gjuhët turke edhe greke që kanë gërma të ndryshme nga latinet, edhe të gjitha janë të pasqyruara në librat e profesorit dhe kompjuteri ka qenë një ndihmë e jashtëzakonshme. Këtu janë gërma të shumë alfabeteve, edhe janë të regjistruara me kodet që ato kishin nëpër kompjuter, se nuk I gjen dot fjalët. Edhe këtë e kishte gjithmonë në kompjuter në pjesën e poshtme, edhe kishte edhe në krahun tjetër kishte adresat e gjithë personave më të rëndësishëm që lidheshin me gjuhësinë, cilëve u telefononte dhe u kërkonte ndihma ose u jepte ndihma për gjëra që lidheshin me gërmat edhe me trajtimet që kanë gërmat në kompjuter. Që prej pjesëmarrjes së tij në Kongresin e Drejtshkrimit në vitin 1972, ku Kolec Topalli me guxim artikuloi tezat e tij në raport me standardin që po vendosej, ai kishte gjithnjë një revolt të brendshme ndaj diktatit që u përdor dhe dëmeve që ai parashikonte në gjuhën shqipe, sidomos me përjashtimin e dhunshëm të paskajores. Rënja e diktaturës dhe krijimi I kushteve të reja në fushën e studimeve dhe të botimeve I dha atij një shpresë të re për të ndrequr një gabim të hershëm. Mbas 91-shit erdhi ushtrua si problem çështja e gegnishtës e në mënyrë të veçantë e paskajores. U kriju një atmosferë jo shumë dashamire, mbasi standardi ishte përpjekur që ta asfiksonte në mënyrë totale gegnishtën. Koleci I hyri betejës jo për të lëvizur standardin edhe për të futur gegnishtën. Bëri një betejë tjetër, që gegnishtja të fitonte atë të drejtën e të qenit dialekt themelor I gjuhës shqipe, edhe me një pasuri leksikore të jashtëzakonshme që në një farë mënyre ishte përjashtuar në mënyrë të padiskutueshme. Por ajo që e shqetësonte Kolecin ishte mungesa e paskajores, të cilën gegnishtja e kishte dhe standardi nuk e kishte. Dhe ti mohosh një gjuhë paskajoren është si ti heqësh shpirtin gjuhës. Ka qenë një moment krize në institut. Kisha nisë me artikulu tezat e mia për domosdoshmërinë e rishikimit standardit. Mbi kritere funksionaliste, mbi kritere jo se çfarë është formë, se nuk po na intereson ajo që është formë, por duke pas se mos brenda shumë formësisë, mos kemi lënë funksionin jashtë, pra mos ka fjalë që duan të thonë, nëse nuk I qëndrojnë strikt formës, kanë kuptim tjetër nga ajo që I qëndron strikt formës. Edhe ky është kriteri funksionalist, në botë ka që nga vitet e 50-ta që vjen bërdall me Jakobsonin. Për njerëz vërtetës kam mujtë me diskutu vetëm me Kolecin dhe kemi nda bashk të njëjtin pikpamje për këtë gjë dhe ishte krejtësisht I qartë dhe ishte ndonjë 2 hapa para meje për njerëz vërtetës në këto arsyetime. Dhe pata unë personalisht një përplasje me ata që mendonin ndryshe. S'kishte pse t'ishte përplasje, se unë mendimin tim kisha, po ka qenë çdo ditë me mua kafe, sepse situata u bë tensionuar. Ka qenë çdo ditë me mua kafe, duke më dhënë këshilla të mira, madje Koleci siç e ka pas ndonjëherë të recitonte ndonjë poezi. Kur e pa që unë kisha marrë zjarr edhe mosha, më shumë se ç'duhet për të shku për të dëmtuar, ndoshta pastaj marrëdhëniet mes kolegësh që, okay, nëse ka një mur nga krahu tjetër, ti sillu si shkencëtare, sepse atëre e pa që nuk po jepsha shumë arsye të drejtë, edhe zgjodhi të recitoj një vjersh. Një vjershën e fluturës që
sillet rreth dritës edhe rrezikon të digjet nga që afrohet shumë dritës. Ka qenë një konferencë që Koleci e mbrojti me shumë pasion hapjen e standardit ndaj gegnishtës dhe hapjen institucionale ndaj gegnishtës mbasi gjuha shqipe prej vitit 1972 kur ishte bërë kongresi e deri në vitin 1995-97 që u hap debati për gegnishtën, nuk ishte krijuar asnjë lloj hapësire për zgjerimin se gjuhët janë lumej, nuk janë liqene. Gjuhët janë lumej që rrjedhin, nuk janë liqene që rrinë. Edhe liqenet pasurohen atë vetvete. Në vitin 2010, në rolin e koordinatorit, Kolet Stopalli pati një rol të veçantë në një prej konferencave më të bujshme në fushën e gjuhësisë, që u mbajt në Durrës, një konferencë ku për herë të parë në rrugë institucionale u diskutua dhe u nxorën edhe propozime për rishikimin e standardit dhe hapjen e tij në raport me gegnishtën. Ka qenë 2010 konferenca e Durrësit, kur atëherë quhej Qendra Studime Albanologjike, QSA-ja, me përsipër të organizohej një konferencë e cila u bojkotua nga një pjesë jo e vogël e gjuhëtarëve për të diskutuar si do ta rishikojmë këtë standard. Dhe mbaj mend që aty jemi dakordsu si asnjëherë, sepse dhe lista e fjalëve që nxorëm ishin fjalë që kishin qartas kriter funksional kuptimor, semantik. Bëm një listë për shembull me emra të tipit i çelët dhe i çelur nuk do të thonë njëjta gjë, sepse i çelët është një karakteristike e përhershme që objekti sendi apo dukuria ka, ndërsa i çelur mund të jetë një stat. Një derë sot është e çelur, po ta mbyll është e mbyllur, po një ngjyrë është e çelët dhe më duhet ta rilyej, të ndroj karakteristikat për ta shndruar në ngjyrë. Dhe mbi bazën e këtyre parimeve, ishin parime funksionaliste që ka përcenin çdo lloj sherrraje tos geg për debatin, në standardin, dolëm me një propozim. Aty i keni propozimet, kurse Betejë e Kolecit ishte jashtëzakonisht e madhe, edhe ndeshi në atë, si të thuash, jo vetëm ftohtësinë, por dhe si të thuash në një lloj keqdashësie, sa njëri prej akademikëve tha që unë e dorëzoj njërin krah timin, tha që të mos e kem, tha, edhe nuk e lë standardin. Edhe Koleci i tha, nuk po flasim as për dorëzimin e krave dhe as për shkatërimin e standardit. Po flasim që gegnishtja të ketë autoritetin e autorëve të cilët e kanë përfaqësuar atë edhe të gjitha vlerat e gegnishtës që i bëjnë mirë edhe standardit, është mira që t'u hapet dera edhe mos të mbahen siç është mbajtur deri sot jashtë dere. Ata që merren me profesionin e gjuhëtarit, jashtë atyre zilive kanë pranuar dhe duhet pranoj që vepra e Kolet Stopallit mbetet e pashoqe në rrafshin e përkushtimit, po edhe një jetë të vështirë prej nga ai e nisi itinerarin për lartimin e gjuhës shqipe. Mes 14 veprave të rëndësishme të Kolet Stopallit, 2 janë veprat që cilësohen si kulmi i veprimtarisë së tij kërkimore studimore, gramatika historike e gjuhës shqipe dhe fjalori etimologjik i gjuhës shqipe. 2 veprat që unë i quaj monumentale, që janë gramatika historike e gjuhës shqipe dhe fjalori etimologjik i gjuhës shqipe, që janë 2 vepra, edhe e theksoj edhe një herë, vepra monumentale, thuajse të paimagjinueshme që t'i krijojë një njeri vetëm, vepra me 2000 faqe dhe ku është një përkushtim i më i madhi, jo vetëm i jetës tij, zakonisht këto lloj veprash bëhen me grupe pune, ai arriti t'i realizojë vetë dhe me një skrupulozitet të paimagjinueshëm. Jozef Radi thot se i kanë ndjekur nga afër proceset e botimit të gjithë veprave të gjuhëtarit Topalli,
por këto dy vepra ai i cilëson monumentale. Ndalet fillimisht tek gramatika historike e gjuhës shqipe, një vepër për të cilën është folur shumë që pas botimit të saj. Mbahet parasysh që ky libër ka të gjithë informacionin e stadeve në për cilët ka kaluar gjuha shqipe, edhe në të njëjtën kohë të gjithë shkencëtarët se si e kanë konceptuar dhe çfarë kanë menduar ata se për gjuhën shqipe edhe për shpërndarjen apo vlerat që ka transmetuar ajo në kohë. Koleci ka studiuar të gjithë albanologët edhe në mënyrë të veçantë ka pasur miqësi me albanologët e arbreshve në Itali, edhe shkuar edhe ti të herë pas hershme te profesor të ndryshëm si te Altimari, te Mandalaja, te mjaft profesor që ishin të katedrave të gjuhës shqipe në Universitetin e Palermos apo në Universitetin e Napolit apo në Universitetin e Sapienzës. Profesor Koleci kishte një lidhje shumë të afërt me ta, edhe ata kishin një konsideratë të jashtëzakonshme. Fjalori etimologjik ishte edhe vepra e fundit e Kolecës Topallit. Në kujtimet e tij ai thotë se u përqendrua më së shumti në këtë vepër, sidomos pas vitit 2014 kur edhe doli në pension. E gjithë dita e tij lidhej me këtë punë. Përveç pak momenteve çlodhje, gjithë orët e ditës ishin në shërbim të kësaj vepre. Në familje tregojnë se edhe netëve kur zgjohej nga gjumi, ngrihej në heshtje në qetësi dhe kalonte në studio, sado që të ishte ora, dhe punonte deri në agim. As sëmundja e pashërueshme që u shfaq në vitin 2017 nuk e pengoi në këtë rrugë. Edhe i sëmur, ai do të bënte korrigjimet e fundit të fjalorit. Do ta përjetonte edhe gëzimin e botimit të tij, edhe lajmin e promovimit, edhe pse ishte i pamundur të merrte pjesë vet. Madje edhe çmimin Çabej nga Akademia e Shkencave që ju dha për veprën më të mirë gjatë vitit 2017. Në nëntor të vitit të 2017 u realizua për herë të parë fjalori etimologjik i gjuhës shqipe dhe Koleci mas 6 muajsh nuk do të ishte më. Nuk do të mund ta promovonte këtë vepër madhështore, edhe e keqja është se as ne të tjerët nuk kemi mundur ta promovojmë këtë vepër madhështore por e kemi lënë në duart e disa sharlatanëve që ta trajtojnë atë në inkompetencën e tyre triumfale. Jozef Radi kujton shumë momente diskutimesh me gjuhëtarin, ndërsa ai punonte pareshtur për këtë fjalor. Biseda me Kolecin më ka dhënë të kuptoj që gjuha shqipe ka stadet e saja të zhvillimit. Nuk është gjuha shqipe një gjë e ngurtë dhe siç ka qenë para 1500 vjetësh, është mas 500 vjetësh apo mas 1000 vjetësh edhe deri në ditët e sotme. Gjuha ka atë evoluimin e saj dhe në periudha të caktuara kohe ti je i detyruar të shohësh ndryshimet dhe metamorfozat që pson jo vetëm gjuha shqipe, po edhe gjuhët e tjera. Dhe duke qenë se profesor Koleci ishte një njohës shumë i mirë i mjaft gjuhëve të huaja, shpesh herë unë kërkoja për shembull që një fjalë të gjeja zanafillën atë origjinë ose si quhet në termin gjuhësor etimologjin, domethënë bazën nga cila nisej. Shpjegimet më të mëdha i kemi bërë për fjalorin etimologjik të gjuhës shqipe. Profesor Koleci pati frikë se nuk do ta mbaronte, sepse pikërisht në mes rrugën e fjalorit etimologjik, atij ju shfaq një sëmundje e rëndë dhe duke qenë se puna ishte jashtëzakonisht e vëllimshme, ai pati frikë se nuk do ta mbaronte. Dhe unë kam ardhur her mas here dhe mi jepte fashikujt atje, edhe unë habitesha për shembull për fjalë të ndryshme që unë i dija si ishin fjalë shqipe, ato kishin origjinë vërtet, origjinën aty, sipas shpjegime kishin origjinë të huaj, edhe unë kërkoja shpjegime për më tepër. Bile nga një herë gjeja fjalë që i kisha dëgjuar prej prindërve të mi, ose fjalë që i kisha si e hont largët dhe i vija jasillja Kolecit, e më thoshte shiko, s'është futur në fjalor, se si gjeja nëpër fjalor. Kjo fjalë është këtu
vjen prej kësaj edhe nuk është futur në fjalor sepse ka origjinë, për shembull, fjala vjen turke ose fjala vjen origjinë perse. Shpesh herë thojon po, sa shumë fjalë pas kemi pasur kolesne të këtyre gjuhëve të huaja. Jozef, duke qenë se ne kemi qenë në hyjmin e perandorive, në sundim perandorish, nuk kishe si të shpëtoje ti pas sjell ato ndikimet, sillnin jo vetëm armët, jo vetëm ato të ushqimeve, jo vetëm mënyrën e ushqimit, sillnin edhe veshjet, edhe të gjitha këto kur vinin, por shqiptarët tha dhe gjuha shqipe ka pas një element shumë pozitiv të saj. I merrte ato fjalët, i deformonte dhe i shqiptarizonte. Sa i takon fjalorit, ai fjalor ka di sa merita njerëz. Kush e shikon fjalorin si një vulp, një fjalor etimologjik, si një vulp përfundimtare të shpjegimit të etimologjik të një fjale, ka gabim. Gjuhësia në vetvete, po dhe disiplinat humane, në tërësi janë ca disiplina ku shkohet mbi hipoteza. Edhe vështirë të kesh teza të shtangta. Shumë gjëra që sot merren të mirëqenia si të vërtetuara, mjafton të dalë një formë e re, një burim i ri, dash Zoti dhe në shkrim i ri, dokumentim i shkruar edhe gjëja lëviz. Po, duke qenë se jemi në netët e kohës, në natën e kohës, shkojmë mbi hipoteza. Vlera e parë e rëndësishme e atij fjalori qëndron faktin që mblodhi të gjitha qëndrimet mbi çdo fjalë që Koleci trajtoi. Domethënë, nëse ti do të lexosh qëndrimet e Pedersenit, qëndrimet e Tarjavinit, qëndrimet e Çabeit, qëndrimet e Çmuhovskit, qëndrimet e Kolestopallit, i ke të gjitha të mbledhura, qëndrimet e Orelit, gjithmonë ke të gjitha të mbledhura aty. Në një farë mënyre, ne që përdorim një folje me kreh. Krehu, gjithë çfarë ishte hedhur si hipotezë edhe kundërshtake mbi fjalët që e trajtoi. Dhe në fund tha dhe mendimin e vet. Aty ku mundej të ishte më i bindur, e tha më me bindje, aty ku gjithsesi mbetej një hipotezë, them e përsëris, është sidomos etimologjia është fush hipotezash, aty ku mundej i qëndroi hipotezës vet. Pas ndarjes nga jeta të gjuhëtarit Kolec Topalli, pati një valë shkrimesh dhe reagimesh publicistike duke vënë në dyshim vlerat e këtij fjalori, por sipas Jozef Radit, kjo ishte një valë dashakeqe dhe krejt inkompetente, por që duhet herët avon të marrë përgjigjen që i takon. Profesor Kolec Topalli ishte një njeri i përkushtuar dhe një njeri që gjuhën shqipe e kishte pjesë të shpirtit dhe strukturave të tij shpirtërore dhe jo një argëtim ose si thuash një dëshirë për të rënuar gjuhën shqipe duke marrë në konsiderat që gjithë puna e tij është e lidhur me gjuhën shqipe. Ne kemi dokumente të vona të gjuhës së shkruar. Dhe një shkencëtar nuk mund të marrë në referencë fjalën si flitet. Një shkencëtar merr fjalën ku e gjen të shkruar për herë të parë dhe nëse një fjalë e shqipes që është përdorur në fjalorin shqip rezulton në një gjuhë tjetër përpara se të jetë shfaqur në gjuhën shqipe, unë nuk mund të them që fjala nga gjuha shqipe ka shkuar ke gjuha e huaj, por nga gjuha e huaj mund të ketë ardhur, se nuk është e fiksuar që ka ardhur se s'bën. Por fakti është që këtë fjalë të gjuhës shqipe unë e gjej në vitin 1545 fjala vjen. Kurse në greqishte është në vitin 1000 e gjej në vitin 1330 fjala vjen. Dhe unë jam i detyruar, nuk është se kam bindje, por jam i detyruar mbi bazën e faktit të them që kjo fjalë është me origjinën e gjuhës e cila e dëshmon më herët këtë fjalë. Pikërisht te kjo frym e fjalorit etimologjik u ndërtua miti i gënjeshtër, bile spekulimi arriti në trajta barbare, ku arritën të thonë që 97% të fjalorit e kanë nxjerr me preardhje, po si ka mundësi të bëj edhe ta quaj fjalor gjuhës shqipe, edhe 97% ose 90% ose 55% ose 80%, për çfarë shifra që janë fyese për ata që i thonë.
se fjalori është libër. Fjalori nuk është fjalë pazari, fjalori është libër, është dokument. Dhe çdo njeri mund të ulet dhe të konsultojë, mund të flasë, mund ta përmirësojë, mund të thotë opinionin e vet, por për sa kohë është libër, ti nuk mund ta gjykosh një shkencëtar, qoftë edhe për gabimet e veta, që jo të veta, po të kohës dhe të rrethanave që janë futur në fjalor. Kështu që i gjithë ky mit i negativ për rënimin e figurës së Kolecit, duket sikur bëhet në emër të dashurisë për Shqipen, por çdo egzagerim që i bëhet dashurisë ndaj Shqipës është në dëm të Shqipës. Shqipja është gjuhë që ka mbijetuar kohërave dhe ka mbijetuar rrethanave. Koleci nuk ishte frikë nga huazimet, dhe mendoj që ky është leksioni i parë që më ka dhënë, që kur jemi njoftë. Nëse një fjalë dilte me burim grek, latin apo slav, më thoshte ma emën, është prova autoktonie, sepse nëse pas kam fryk të erëna të nda kulturore, siç ishte pranuria romake, kultura helene, apo fëqinësia me slavët, dhe ti nuk je ndiku, ku pas ke qenë? Do me thënë, me i ra ndesh në ndikimeve është me i ra ndesh autoktonistate të humbëzit. Kjo është një arsyetim që e kam blut, me atë mendjen time kam pas se ka drejt dhe kam përbërëncu, dhe tani e përmend edhe unë me bindje, por nuk harroj që ishte një nga leksionet e para, një moshë shumë të re të hershme që më ka dhënë Koleci. Mbas vdekjes ka një lloj heshtje prej varrit ndaj edhe ajo fushata që është ndërtuar nganjëherë në një lloj agresiviteti barbar ndaj figurës së profesorit, ka ndeshur në heshtjen akademike në heshtjen e akademisë dhe akademikëve, çka për mua është një gjë jo fort e këndshme, jo fort dinjitoze, sepse kur një njeri largohet nga jeta, avokati më i mirë i tij janë librat e tij. Dhe problemi i librave është se ata që flasin për profesorin, atë raportin me librat e kanë shumë të dobët. Dhe akademia që është, si thuash, çadra e gjithë vlerave kulturore të një kombi, do të kishte një sjellje tjetër, do të kishte një afërsi të ndryshme nga kjo që ka ndaj veprës dhe jetës së profesor Kolecit. Megjithatë, unë prap shpreh bindjen e plot që vepra e Koles Topallit do të jetojë dhe emri i profesorit do të jetë gjithmonë i nderuar prej atyre që dinë ta vlerësojnë kontributin, po dinë ta vlerësojnë edhe gjuhën shqipe në ato parametra që gjuha shqipe i ka të sajet dhe i ka të pamposhtur.